Përfaqësues të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe të Byros Kombëtare të Hetimit, kanë zbarkuar sërish mëngjesin e kësaj të shtune në qytetin e Elbasanit. Ata janë takuar me drejtuesin e prokurorisë Krish Nikajazi dhe drejtorin e policisë vendore Fatmir Hoxha. Fokusi i takimit kanë qenë shqetësimet dhe denoncimet në rritje që lidhen me zgjedhjet e 11 majit. Përfaqësuesit e SPAK dhe BKH-s kanë kërkuar angazhim maksimal nga institucionet e drejtësisë dhe rendit me qëllim rritjen e monitorimit në terren, sidomos në zonat që janë identifikuar si të ndjeshme. Ata kanë thënë se çdo kallëzim apo indicie që lidhet me krimet zgjedhore do të trajtohet me përparësi dhe në mënyrë të paanshme. Gjithashtu është theksuar rëndësia e krijimit të një klime besimi për qytetarët që dëshirojnë të raportojnë pa rregullsi, duke garantuar mbrojtjen e tyre dhe trajtimin konfidencial të informacionit. Kjo është vizita e dytë e SPAK dhe BKH në Elbasan në prag të zgjedhjeve, duke kthyer këtë qark në një nga pikat më me vëmendje për shkak të historikut të përfshirjes së elementeve të krimit të organizuar në procese zgjedhore të mëparshme. Autoritetet kanë paralajmëruar se do të ketë zero tolerancë ndaj çdo shkeljeje të ligjit elektoral dhe kanë garantuar se veprimet penale do të ndiqen me shpejtësi dhe vendosmëri.